Viti 2025 shënon një kulmim të ri në metodologjinë investigative të prokurorisë së posaçme, ku teknologjia është shndruar në armën kryesore kundër korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe krimit të organizuar. Sipas të vënave të fundit nga raporti vjetor i institucionit, SPAK ka ndërmarrë një ofensiv të gjerë përmes përgjimeve dhe sekuestrimeve të pajisjeve elektronike, duke krijuar një arkiv voluminoze provash që po trondisin themelet e politikës dhe botës së krimit. Gjatë vitit që lan pas, zyra e përgjimeve ka operuar në një presion të jashtëzakonshëm pune, duke monitoruar në kohë reale komunikimet e mbi 3000 pajisjeve telefonike. Ky proces nuk ka qenë thjesht një procedurë rutinë, por një operacion i mirëfillt inteligjence, që është shtrirë në 186 procedime penale të ndryshme. Për të legjitimuar këtë ndërhyrje masive në privatësinë e personave në nënhetim, prokuroria dhe gjykata e posaçme kanë bashkëvepruar përmes një numri rekord vendimesh. Prokurorët kanë lëshuar mbi 250 autorizime të drejtpërdrejta, ndërkohë që gjykata ka miratuar rreth 1700 akte që lidhen me lejimin e përgjimeve, vleftësimin e tyre apo zgjatjen e afateve të monitorimit për shkak të kompleksitetit të çështjeve. Ajo që e bën këtë vit të veçantë është fakti se përgjimet nuk kanë shërbyer vetëm për të vërtetuar dyshimet fillestare. Në shumë raste, bisedat e zbardhura kanë hapur kutinë e Pandorës, duke zbuluar elemente të veprave të tjera penale që nuk ishin pjesë e objektit fillestar të hetimit. Kjo ka detyruar SPAK-un që të regjistrojë me 10 procedime të reja kryesisht, duke e shtrirë rrjetën e drejtësisë edhe mbi personazhe që deri mendohej se ishin jashtë rrezës së radarit. Paralelisht me veshin që dëgjon bisedat në kohë reale, SPAK ka intensifikuar edhe sekuestrimin e provave fizike digjitale. Sektori i ekspertizës është përballur me një fluks të madh pajisjeve, ku vetëm gjatë vitit 2025 janë ekzaminuar mbi 600 prova të ndryshme. Mes tyre spikasin 503 telefona celular dhe tableta, të cilët konsiderohen sot si dëshmitarët e heshtur më të rëndësishëm në çdo proces gjyqësor. Përveç telefonave, në duart e ekspertëve kanë përfunduar edhe rreth 100 kompjuter dhe qindra pajisje të tjera memorie, si USB dhe disket e jashtëm, duke krijuar një hartë të plotë të transaksioneve, komunikimeve sekrete dhe lëvizjeve të dyshimta. Ky trend i ri i hetimit ka futur në hang të radhët e politikës dhe administratës së lartë. Pas rasteve të bujshme ku sekuestrimi i telefonave të personazheve si Monika Kryemadhi u kthye në çelësinë që dërgoi ish-presidentin Ilir Meta pas hekurave, frika është përhapur kudo. Raportohet se një pjesë e madhe e funksionarëve publik, deputetëve dhe ministrave kanë nisur të ndryshojnë sjelljen e tyre komunikuese. Shumë prej tyre kanë asgjësuar pajisjet e vjetra apo kanë kaluar në përdorimin e aplikacioneve me enkriptim të lartë, por siç tregon edhe raporti i SPAK-ut, asnjë masë mbrojtëse nuk duket e mjoftueshme përballë kapaciteteve të reja të BKH-s dhe ekspertëve digital. Edhe pse krahasuar me vitin 2024 ka një luhatje të lehtë në numrin e pajisjeve të sekuestruara, cilësia dhe rëndësia e tyre mbetet vendimtare. Përgjatë vitit 2025, ekspertët kanë arritur të finalizojnë qindra akte ekspertimi, duke zbardhur të dhëna nga qindra telefona që tashmë janë kthyer në prova të pakontestueshme në sallat e gjyqeve. Ky intensitet pune tregon se drejtësia e re po mbështetet gjithnjë më pak te dëshitë që mund të ndryshojnë dhe gjithnjë më shumë te gjurma digjitale, e cila ndryshe nga njerëzit nuk haron dhe nuk gënjen.